Ne nuk kemi raste të reja apo të tjera të konfirmuara apo dhe të dyshuara me ethet e Nilit perëndimor. Duhet të theksojmë një fakt që ethet e Nilit perëndimor është sëmundje e cila transmetohet nëpërmjet mushkonjave, të cilat janë bartëse të virusit, të cilën e marrin nga zojt apo kuajt e infektuar. Kështu që automatikisht mendohet që rasti është infektuar si pasojë e pickimit të një mushkonje, duke menduar që personi nuk ka udhëtuar jashtë vendit. Mushkonja është e pranishme në vendin tonë. Masat që janë marrë, dihet që Instituti i Shëndetit Publik ka një program për dezinsektimin, i cili është një program që është i vendosur prej shumë vitesh dhe konsiston pikërisht në luftën kundër mushkonjave në periudhat të caktuara të vitit, periudhat të cilat mushkonjat janë të shumta dhe është periudha e shumimit të këtyre mushkonjave. E thash që sëmundja është një sëmundje që transmetohet vetëm nëpërmjet mushkonjave dhe jo transmetim nga njeriu tek njeriu. Në Greqi rastet nuk janë vetëm sot, kanë qenë dhe më përpara dhe nuk përbën rrezikshmëri për vendin prania e rasteve në Greqi me ethet të Nilit perëndimor. Pacienti është drejtuar sistemit shëndetësor shqiptar, domethënë sistemit të referimit, dhe duke parë që gjendja është rënduar, është menduar shtrimi i tij në spital. Shenjat fillimisht në pjesën më të madhe të rasteve janë shenjat të një gripi të lehtë dhe kjo përbën 80% të rasteve dhe vetëm 20% të rasteve janë shenja të cilat mund të tregojnë një sëmundje të rëndë, siç mund të jetë një encefalit dhe në këto raste detyrimisht pacientët shtrohen në spital. Atëherë duhet të them që personat të cilët e shfaqin klinikisht në mënyrën më të rëndë janë personat të cilët janë mbi moshën 60 vjeç, personat të cilët kanë një imunitet të ulët, si dhe personat të cilët mund të kenë bërë transplante apo ndërhyrje të rënda, mund të theme. Pra jo çdo person që mund pickohet nga mushkonja dhe jo çdo mushkonjë që na pickon është risk apo është e barabartë me sëmundjen. Mushkonjat mund të jenë të pa infektuara, na pickojnë dhe ne nuk shfaqim sëmundjen. Sigurisht në çdo moment puna vazhdon dhe tani që ne flasim, grupet e Institutit të Shëndetit Publik janë në terren për të bërë dezinsektimin në të gjitha zonat e përcaktuara. Instituti ka kryer një studim të zonave ku ka risk dhe dihet domethënë që janë zonat kryesisht zonat bregdetar që kanë pasur risk për praninë e kësaj mushkonje dhe aktualisht në këtë zona puna vazhdon dhe dezinsektimi vazhdon. Ne do të marrim si popullat, do të kemi parasysh këshillat që jepen që të eliminojmë sa më shumë të jetë mundur pickimin nga mushkonjat, risku nuk është i lartë.